Një ndër operacionet më spektakolare të kryera nga policia e Durrësit dhe ajo e Tiranës, çoi në arrestimin e një prej emrave të njohur të botës së krimit në Shqipëri, siç është Aldo Avdyli nga Shjaku. Para se Avdylit të kapej gafill, në zonën e liçenit të thatë në një pallat shumë pranë Queen Casino, efektivët e Reneas dhe agjentët e policisë kriminale të përballeshin me një personazh të pazakont që nuk e kishin parashikuar në këtë operacion. Gazetari Elton Qyno ka mësuar nga burime pranë repartit e Reneas se një ministër i Edi Ramës është përballur me efektivët e policisë, para se ata të lokalizonin apartamentin dhe më pas të arrestonin të shumë kërkuarin, Aldo Avdyli. Bëhet fjalë për ministrin aktual të mjedisit, i cili në orët e para të mëngjesit është çuar i traumatizuar nga krevati dhe është përballur me Renean tek dera e apartamentit. Policia kriminale kishte lokalizuar saktësisht Aldo Avdylin, duke e gjurmuar atë me pajisjen inteligjente IMSI Catcher, por saktësisht nuk dihet se në çfarë apartamenti ndodhej Aldo Avdyli. Në orët e para të mëngjesit, Renea dhe policia kriminale hynë në pallatin ku kishte lokalizuar Aldo Avdylin, duke kontrolluar fillimisht disa apartamente. Në njërin apartament, burimet policore tregojnë se kanë trokituar dhe kanë bërë thirrje se ishin policia, ndaj personat brenda duhet të hapnin derën vullnetarisht. Por siç mësohet nga policia, nga brenda shtëpisë është dëgjuar një zhurmë dhe nga ana tjetër policët që ndodheshin në korridor janë bërë gati për të reaguar qoftë dhe me armë. Personi që lëvizi në brendësi të apartamentit dhe më pas hapi derën ishte ministri sapo emëruar i mjedisit në qeverinë Rama 4. I tronditur nga ajo që pa, ai u drejtua punonjësve të policisë se nuk kishte bërë asgjë, pasi pikërisht atë ditë kur policia kishte bërë aksionin, ministri kishte marrë zyrtarisht detyrën e ministrit. Njësia e policisë, e bindur që kishin trokitur në derën e gabuar, ka vijuar më pas me kontrollin e disa apartamenteve të tjerë, derisa hyn pikërisht në apartamentin ku qëndronte i shumë kërkuari Aldo Avdyli. Kapja e tij ishte një sukses spektakolar i policisë Tiranës dhe asaj të Durrësit, pasi për vite me radhë Aldo Avdyli nuk kishte asnjë imazh në policinë kriminale, asnjë zhurmë ADN-je dhe asnjë shoqërim në ambientet e policisë. Aktualisht, Aldo Avdyli është i arrestuar për llogaritë prokurorisë posaçme SPAK, e cila ka vendosur 2 masa sigurimi ndaj tij. Masa e parë, arrest me burg ndaj Avdylit, është vendosur në muajin maj 2024, duke shpallur në kërkim nga prokuroria e posaçme SPAK. Kjo pasi gjatë një hetimi të dosjes numër 59, gjykata kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për akuzën e sigurimit të kushteve për të kryer lviriminën fizik të Durimbamit. Sipas hetimit, Avdyli delse përfshihet në një skuadër prej më shumë se 16 personash, të cilët sigurojnë mjetet dhe planifikojnë eliminimin fizik të Durimbamit, por realisht nuk ja dalin dot. Ndërsa masa e dytë e sigurisë, arrest në burg, ndaj 37 vjeçarit nga Shjaku, i cili tashmë akuzohet për organizimin dhe financimin e vrasjes së Edmir Koçit, alias Malokut, në vitin 2021 në Durrës. I vënë në presion nga masa e dytë e sigurisë, Avdyli mësohet të jetë vendosur në Tiranë.